Shumë e vërtet, unë gjatë këtij mandati kam qenë shumë i sinqert me qytetarët tonë edhe i tillë do të mbetëm edhe në mandatin e dytë. Ne nuk mendojmë që i kemi zgjidhur të gjitha problemet, sfidat, ankesat e qytetarëve, pra nuk ja kemi vendosur pikën se cilit problem, sepse një problem i akumuluar për 20 vite nuk trajtohet brenda një mandati 4 vjeçar, e që besa dhe mandati i dytë nuk mund të jetë zgjidhje për secilën sfidë. Jam komplet i vetëdijshëm për këto, po problemet i kemi trajtuar në masën më të madhe, edhe me buxhet lokal edhe me buxhet qeveritar e donator, duke u ul edhe bisedu me secilën qytetar që ka pas vullnet me trajtu problemin me institucione. Jemi komunë shumë transparente për cilat ne edhe dëgjimet buxhetore i mbajmë në mbi 20 bashkësi lokale, ku bashkëbisedojmë me secilën qytetar për të identifikuar problemet. Nga këndvështrimi im, problemi më i madh mbetet stagnimi ekonomik apo një rritje shumë e ngadalshme e zhvillimit ekonomik, që Kamenica ka qenë shumë e anashkaluar në 20 vite nga pushteti qendror dhe me një buxhet shumë solid nuk ka arrit me trajtu infrastrukturën si parakush për zhvillim, unë besoj, dhe nuk ka pas projekte madhore për cilat Kamenica tash vuan migrimin më të madh në vend. Besoj që së bashku me qytetarët do të trajtojmë hallet e tyre të drejt për drejta që mund të jenë ujërat të pishëm, infrastruktura dhe ujërat e zeza. Në mas madh do të dalim te kjo e mungesa e, themi, nëse në Kamenicë ka rënje të madhe të popullsisë, e shohin si vend jo me shumë perspektivë. Këtu ndin një pjesë të fajit edhe ju si qeverisje lokale apo fajsoni qeverisjet qendrore, po themi? Jo, ajo që fajsojmë ne është politikat e gabuara, mungesa e vizionit, mungesa e projekteve, që në radhë parë institucioni lokal, në këtë rast komuna, ishtë dashur me qenë shumë e përgatitur në raport me projekte të cilat kanë potencial kanë potencial në zhvillim ekonomik. Pra, nuk kemi gjetë projekte të gatshme, nuk kemi pa vizion se ka po drejtohet Kamenica për 20 vite, dhe është vepru në politika ditore, dhe këto ne kemi pasojën e parë. Pasojën e dytë e ka kriju niveli qendror. 4 vite në pushtet në Kamenicë dhe besoj që orientim disa çështjeve keni mundur të jepni. Po, sigurisht. Në këtë aspekt. Tash, rikthejmë edhe aty, ndërsa shkaktari dytë unë besoj që politikat qendrore kanë qenë shumë të padrejta me Kamenicën. Pra, nuk kemi asnjë projekt madhor të zhvilluar për Kamenicën në 20 vitet e fundit. Ju përfshini edhe qeverisjen aktuale? Jo, absolut. Aktuale qendrore? Me qeverisjen aktuale. A doni tash fajsoni subjektin tuaj politik që me qeverisjen aktuale ne kemi 40 milion euro investime në Kamenicë. Për shembull, e kemi stadiumin e atletikës, që po ndërtohet është i kategorisë të tretë sipas standardeve botërore të atletikës, e ky për mua është zhvillim. Se në të ardhmen pas përfundimit të këtij projekti, ne presim zhvillimin e garave vendore, regionale, ballkanike, ndërkombëtare. Madje ne synojmë që të kemi edhe lojrat mesdhetare në Kamenicë. Pra nuk e gjeni një rrugë të mirë në Kamenicë, nuk e gjeni një stadium të mirë në Kamenicë, nuk e gjeni një ndihmës të drejt për bizneset, për fermerin, që është bërë në 20 vitet e fundit, që me të vërtet e kishë mbajt shtafetën që qeveria qendrore e ka për Kamenicën. Madje kur ne i merrshim mbështetjen nga qeveria, si në këtë rast për stadiumin e atletikës, ka pas deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës nga radhët e PTK-s, që e ka përqesh edhe... Kush kanë qenë këta, mund të na i thosh? Ka qenë deputetja zonja Eliza Hoxha, që ka qenë decisivisht kundër këtij projektit që zhvillohet në Kamenicë. Ka pas një arsyetimi se... Po, unë e kuptoj që partit tjera politike gjykojnë për këndvështrimit politik. Kamenica i ka dikun 15.000 votues dhe është një tabor shumë i vogël për partit politike. Edhe partit politike nga renden, nga qytetet e mëdhaja për me marrë votuesin. Pra, gjykimi subjekte politike ka qenë kësaj. Kamenica një qytet i vogël në lindjet e Kosovës, pa një numër të madh të votuesve, nuk kemi nevojë fokusin tonë. Edhe e tillë po mbetet. Pra, subjektet tjera politike nuk e kanë pa Kamenicën si ndihmës të tyre, po si kapërcim për të tjerët
ose për luftim të drejt për drejt për vetëvendosin. Dhe shpesh herë jemi bërë bashkë për me ndalu rezultatet edhe të projekteve dhe politikave tona